kuvendi i Republikës Kosovës. Fatkeqësisht, kryesia e kuvendit është mashtru. Unë kam këtu kërkesën që i ka ardhur kryesisë së kuvendit. Edhe në atë kërkesë, në asnjë pikë nuk shkruan që po financohet organizata e Shkëlzengashit, nuk shkruan që po financohet një projekt i cili është rëmbëron historinë e Kosovës, do me thonë ka pas tendenca që edhe në kryesi të kuvendit antarët të mashtrohen. Për këtë arsye, edhe në kryetaria e kuvendit, në këtë rast sekretaria e Partisë Demokratike të Kosovës, ka ngrit kallëzim penal për këtë që ata kanë bë. Por ministri për mbrojtjen e vlerave të luftës ka obligim për të marrë me këtë çështje dhe duhet ta trajtojë me urgjencë. Njëjtë si që kemi bë edhe me kërkesën për miratimin e rezolutës. Vetëm fare kështu hisedar në këtë çështje edhe pse keni votu për me financu 5.000 euro këtë projekt, pra nuk është që jeni interesu kush e bën, çka përmban, çka do të shkruhet në atë ekspozit, çfarë do të prezantohet, nuk keni marrë informacione shtesë, veç e keni ngrit dorën. Kërkesa ka qenë e qartë, një kërkesë e cila ka pas në qëllim ekspozitën, shfaqjen e të dhënave të vërteta, nuk është përmend emri i Shkëlzengashit, për ndryshe nuk do të votohej, sepse e dim kush është Shkëlzengashi, e dim çka ka deklaru për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe në asnjë moment nuk do të votohej për një financim të tillë. Çka ka ndodhur në kryesinë e kuvendit është që kryesia e kuvendit është vendosur në lajthitje, është mashtru me atë kërkesë që i ka ardhur prej organizatës Integra, e ndërkohë nëpër biznese Shkëlzengashi ka kërku fonde në emrin e tij, kështu që do të merren organet kompetente me këtë çështje. Këgja e lehtë me këtë mënyrë mu mashtru kryesia. Megjithatë, për shkak të kësaj situate keni kërku një rezolut në kuvend, për çka nuk është pajtuar kryesia në seancën e radhës, do të votohet pikërisht në sallën plenare, se si shkoi rendi ditës. Nëse nuk e keni si pikë të parë të rendit, a do të alshoni sërish sallën? Shiko Haris, prej momentit që është shfaq ajo ekspozit, edhe kemi pa ato dhënat pavërteta, ne kemi ndërmarrë me njëherë hapa. Është kërkesa, është procedu kërkesa për miratimin e kësaj rezolute, e cila ka për qëllim mbrojtjen e vlerave të luftës, por edhe të kaluarën tonë historike, e gjithashtu edhe trajtimin e viktimave të luftës në Kosovë, dhe ne kemi tentu